Miliarderi e filantropi Bill Gates ndoshta I ka rënë pishman që ka pasur lidhje me pedofilin Jeffrey Epstein, por me të kishte diskutuar edhe për çështje si pandemit. Në mesin e 3 milion dosjeve të Epstein ka dalë në dritë edhe një komunikim mes dyshes për stimulimin e një pandemie. Krejt ky muhabet ishte bërë 2 vjet para se të shpërthente pandemia e COVID-19 ka fundi vitit 2019. Në vitin 2017, Gates diskutonte me Epstein për stimulime pandemike. Në këtë email, miliarderi, pronar I Microsoftit kishte sqaruar idenë për projekte, siç është stimulimi I skenarëve të përhapjes së sëmundjeve, infrastrukturë të zgjeruar të dhënave shëndetësore dhe hulumtime neuroteknologjike. Krejt këto potencialisht të shfrytëzueshme për sigurinë kombëtare. Gates nuk e ka fshehur ambicet e tij për të përgatitje ndaj pandemive, hiç më larg se në janar, në një intervistë për Wall Street Journal, kishte paralajmëruar se bota nuk është e përgatitur për një tjetër pandemi. Në këtë intervistë ai ka thënë se shanset për një pandemi të natyrshme në 4 vjetët e ardhshme janë diku mes 10 deri në 15%. Nga pandemia e koronavirusit, sipas shifrave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kanë vdekur rreth 7 milion njerëz në krejt botën. Kjo kur virusi është identifikuar dhe raportuar si shkak I vdekjes. Mirë po miliona raste janë fshehur dhe të dhënat e OBSH tregojnë se deri në 14.9 milion njerëz mund të kenë vdekur nga pandemia mes viteve 2020-2021.